me shku në bas të listës. Kusëruar, mirë mbrëma dhe mirë se u ritakuam përsëri, por kësaj radhe me një emision krejt tjetër, me një emision format komplet tjetër. Dhe ky format është emisioni i ri Krejta Shiqare. Emisioni Krejta Shiqare ka të bëjë me kamerat e fshehura, po jo kamerat fshehura me çdo kënd, kamerat fshehura me persona publik, me VIP-a. Ju, shikues të nderuar, do të keni mundësi që të shihni idolët e juaj se si sillen kur nuk e dinë që i gjeron kamera. Ne kemi punuar me dhjetra për tyre dhe unë shpresoj që ne do të bashkëpunojmë shumë mirë dhe ju do të kënaqeni dhe do të relaksoni me këtë emision. Qaste të këndshme. Emisioni Krejta Shiqare është shumë e fat. Paramendoni një emision i ri që fillon dhe musafirin e parë ka këngëtarën tonë shumë të mirënjohur Shkurtë Feza. Mirë mbrëma, Shkurtë, mirë se erdhë. Mirë mbrëma, mirë se u gjej. Faleminderit për vlerësimin. Jam shumë normalisht i lumtur që do e filloj me juve. Unë po du me i këtyne klisheve, këtyne pyetjeve, që janë shka ki për plane, shka ki men me bosi vjetë. Unë po ju tham që keni me pas një fillim të marë, para se më janë njës planet e mija me u tregu, sepse kam kamen e marë. Inshallah ju shkon në emisionin shumë mirë. Por në plan si vjetë, si kur gjithë njerëzia, unë mendoj se gjithë kanë një energji shumë të madhe në fillim vit, edhe planifikojnë, mas ne si vinë ato për realizim, shnosh inshallah. Edhe unë planifikoj shumë gjana, por natyrisht në natyrën time, me bë këngë të bukura, me ju ofrua dëgjuesve, veçanërisht adhuruesve të këngësime, klipe, CD, programe, këto janë planet e mia si vjetë. Veç me këngë dhe me muzikë të mirë, mëjna me eliminu këtë frigën për 2013, që se këtë 13 është pak me fatë keq. Unë do të të jam shumë i lumtur që të kum njoft edhe kur nuk e din që gjirojnë kamerat. Edhe unë kam përshtypjen e njëjtë si unë kisha pas qef që tash të shojmë kamerën e fshehur që kemi bë me Zoën Shkurtë, edhe është mirë që pak ta bëjmë një sqarim të vogël. Do të thotë, ideja ka qenë kjo. Ne kemi improvizu një organizatë jo qeveritare, i cila i kam ledh disa mjete nga qytetarët në qytetin tonë dhe e ka marrë një listë nga kuvendi komunal, listën e rasteve sociale, dhe ne zbashku me Zoën Shkurtë kemi shku me i dërkuar, do të thotë ndihmat në për shtëpitë e rasteve sociale. Më njëherë, posa e kemi qitë ide në letër, këtë në ka shkumenja të Shkurtë Feza, se e kemi ditë që shpirti saj human edhe natën e Bajramit pranon me arme me i shpërnda ato. Kështu që i shkon mirë me e pa një këta dhe në këtë gjerim marrin pjesë. Edona është koordinatore e OJQ-s, bashkimi është OJQ, Leka është burri, Nafia është gruja 2, edhe Ardita është gruja 1. Kenani është kamermani, ta shohim pra gjerimin. Në neve është edhe Zoja Shkurtë, edhe Shkurtë. Pa, mirë është. Hajde, apo veni. Jo, faleminderit shumë, nuk kemi kohë, veç dashtëm diçka pak, disa ndihma të vogla për fest. Po di që unë kam, faleminderit. Faleminderit.
Në fonde. Shumë gjithat mirë. Urime feshtën e Bajramit, inshallah e nishnosh dhe për ditë ma mirë bëhet inshallah. Është shtëpia 4 shlekë. Po, na jemi. Se na jemi organizatë sa Liria, edhe bosnisës që kemi marrë komunë për disa ndihma. Po, na jemi, na marrë në ndihma, vallaj. Hajde jeni më rana, të lutë, hajde shpjegomi. Jo, në regull që... 4 shleka, po? Po, burri jam është 4 shleka. Hajde A keni burrin këtu? Po, këto është. Ashtë më rana? Jo, me paket, okej, hajde, po, unë kësha lërë dhe se duni. Po, hajde më rana, po, në regull, në e da. Më vash pije, po sa të... Me listë kjo artë, sa në poshtë. Bele shkujnë ashtë se shpis. Jo, hisë. Ha? Ma të qyë në shkujë të i të shabuën bele. Ti ka zërë zërë një sa vi. Po, nuk dhe shtë më botë e lashe. Jo, mërë së shtë e lashe, e që më së. Mirë, vita? Gjita, si je njeri, se një zëtri, e një mirë. Që ollë atje, Jullin, ollë zënja shtë. O të lukë nga kamerë, nalë preset. Po, Nale se dishka s'më duke në regullë. Pse s'po të bëtë në regullë? Po, zojnë, është shpia ju. Po, më shpja jonë Na jem, vëshpak, na jem për organizatës Ardëmëria, dhe i ko një donator që ka dhënë disa fonde, e kemi marrë lisën për i komunës për me ndihmu familje që janë në nevoj. Nuk po më duke që ju e në nevoj. Oj, zoj, kjo është shpja jonë. Po, kë burë ko në Afganistan, e këna marru nga që të shpisën për hana kështë ashti. Parketi s'po hatë, oj, zoj, që kjo shpja është e jona. Po mirë besoj, po ka familje që ka nevoj. Po, na asma s'u kena kjo ko në Afganistan, kam ndishtën se kam mësoj, kam këthyna, tash, s'u kena që kam me po. S'po hatë shpja. Ti tash më zdirma e zoja se ata në komunë. Që kjo është me faleminderit që doja, faleminderit shumë. A janë me afatë kështë se... Zoj, falë, nuk i po kërkesë me të ndihma. Po dojë këna ponën që njën 6 muaj kanë këthy burre, edhe qatë herë nga këna po kërkesën, nuk më zdeti ma e me që më sektatë komunës, ata e di... Faleminderit shumë. Jo, bëshpak, se nuk bëj pak problem, se këto nuk po du me javdhon juve, a shqare, po thomë se ka njerë që ka nevoj që 2 shtëpia ma tjera italiunë që kishin nevoj për një meme ju ndimu, këte ju nuk po marë sitorë. Kur që më spash heqi do sane, shiti do sane, mos e marë gjithë këtë lokës edhe i A di qka ti, zoj, në të vendos zoja shkurte për ta, a Milona mos Milon, ti... Ju merrni, ju urime festë e Bajramit. Faleminderit shumë. Na kemi me shku në bas listës, po e tonë si boni për shtypje, shpia, unë po vjen mirë që e kini shpi, inshallah në zonë, dhe inshallah që Ta më puna dhe neve për një që kemi të kushte, nuk po marë sitorë. Prahasu me familje që i kemi pa dhe i nuk do pa. Jo, faleminderit. E di që është... Me diskutu, po me që të atje ju inshallah i nishnosh, inshallah bëni pare sa faleminderit. Keni qenë. Jo, më... Kam primo poshtë. Ti bella të janë mira dhe qështë... Zoj, këto e kanë do paketimin Po, po të di, a kanë apat këto... Se qita që patë Po ju të kuptoj se... Po do të mi këshyrë, po do la qohë, I da të me insanet me dhe pa. Po nuk e besoj si kanë zë. A janë të bella të makaronat? Zoj, mira janë, edhe Po, faleminderit shumë. të A këni boni këto që... Në të shqatëm për Bajram që anë adot ma... A dhe ma... Ma do më zdosh. Po, ma do më zdosh. Po, a mu nga më këtyna, këto nëse... E me marë këmbim kësaj dhe qëka... Po, na i në sama, dhe për shumë që do të për Bajram. Na që atu... Po mirë, na si plani jotë një është me gjiru, ku do që t'i vendosim për të shmi këto, tash na do të me gjiru, ku e kemi pru. Oj, zoj, parketi nuk hatë, fëthuj, atë tia s'po hatë, Po ne parketi do s'po të me hatë. arsyetu këto. Po do të me arsyetu, po s'po dio, Do të... Frojti ka gjiru gjiru të të pastë, nuk po t'i Një shka. ka gjiru pak, tash e nalish, na problemu dhe pak dhe. Juve, na ja burojnë edhe një herë festën e Bajramit, na dhe të kemi faleminderit shumë. Kam bo një kaj... Ja, unë shpunoj për komë. E se kam su anglishtë me kanë dergu. Një di dhe zë shkurte. Mirë ti. Si e, njësi e dhe në Krejta Shqeqare emisionin, kjo është të kamera më shë. Këta janë Krejta aktor.
Tash më nësh edhe shikuze me ju të regu ato për shtypjet e tuja edhe gjatë gjerimit edhe se keni vetin edhe. Bes ka qenë një përgatitje shumë e mirë nga ana juaj, sepse në fakt ju edhe vetë keni pa edhe si duket e keni studiuar edhe karakterin, sepse jam e ndishme në këtë pikë. Tek njerëz të smut, tek njerëz që nuk kanë, jam shumë e ndishme dhe mundohem me e dhënë kontributin. Mirë, po kjo ka ndodhur. Unë veç kam qenë prej disa bashkëdhetarëve të cilët kanë mbledh pare, edhe na e kemi shku të një shoqat, kemi shpërnda ndihmat që i kanë qua ata në Mitrovic. Dhe më thënë, kjo ka qenë vazhdimësi, edhe për atë nuk kom ra prej e këty organizimit juj. Ndërprej pak më falë na, kur e zgjedhim personin që do t'ja bëjmë kamerën sheft, punojmë shumë në profilin psikologjik ti edhe pikrisht kjo konë arsye pse kemi zgjedhur. Njerëzve një pjesë që janë jashtë edhe kanë zemrën bujar thjesht, organizohen mbledhin pare edhe megjithatë ma bëjnë një tel që edhe unë t'jem atje ku shpërndahen paret sepse i besojnë emnit tim, unë i falenderoj dhe për atje nuk kom hezitu me ju përgjigj. Mirë, po këtu ka qenë një loj e aktorëve shumë e mire. Unë tash po më vjeni nati pëse si kom hetue, se unë ku shkohat ajo vajzat e ajo gruja e parë, tash që e shkrujtët aty të Ardita, në fakt një herë pash si kjo ftyrë, ajo ftyrë, një tend bukur, ato flok i shkelqeshin se me gjitha te njerës që nuk kanë kushte, nuk e kanë atë pamje thjesht. Po thash helbet e vajzëre, edhe nështë është e shëndetshme vajzëre, ka vullnet të matë dhe ajo, po ka qenë një organizimi mirë, unë i përgëzoj aktorët e juj dhe me thënë të drejten nuk e di. Qka keja puna që ja shkelqe kamën e donës, cila është arsye se... E donës ja kom shkel vazhdimisht kamën se kjo gruja kish lafe kjo. Kjo mos më përngjaj ke hiq me një grua që ka nevoj. Jo, a ka divella, jo, a ka edhe ishte shumë e gatshme edhe me i, dhe më thonë, mos me i mirë prit ato që ja qumë, edhe e dona kundërshtojke. Edhe unë s'kisha qef me botë të lashe, se mos për nga thotë edhe diçka u frigojsha mos për ja merë, se me gjitha te atë kishin nevoj, edhe pse kishin një pamjet mirë të shpis aty. Du me të pytë tasha, po ki kujdes ku po të thrasin njerëz të pa njafshëm, po i lip kamerat? Pasha besën unë ma nuk kam ju përgjith, sepse nuk... Dhe më thënë, po, kjo ishte, thashtë edhe më herë të vazhdimësi e asaj pune që unë kam qenë në për familje, kemi shpërnda ato pare që i kanë qu bashkëdhetarët disa raste, edhe me thënë drejten kom pamje që vërtet janë shumë të mirushme edhe të dëmë shpirti kur ishe në atë situatë, në pamësimi me ju ndihmu. Mas kësaj kamere ne ishim bashkë me një familje. Po, e pam, dhe më thonë, në realitetin tjeshtë dhe në realizum këtë... Jo, ideja jonë është kështu që do të fymë kërkan me kamerën shef, që tjetë sa ma relaksuse dhe që sinqerisht njerëzit në t'i shojnë pak edhe idolat e tyre, se si silën kur nuk e din që i gjëran kamera, dhe kjo është shumë rëndësi, edhe menaj që prej 30 e sa që i kemi gjiru, dhe i tash se cili ka dalë njërën e vetë, me një originalitet vetin me qka di. Po s'ka, njëri nuk mundet me usjell, dhe më thënë, jashtë natyres që e ka pavarësisht në çdo situatë, dhe po mu thjesht kom ra prej e kësaj, sepse kam qenë edhe në vazhdimësi të këtij misioni prej njerëzve që kanë humanitet dhe mendojnë për këtë vend dhe dëshirojnë që mos me pa njerëz që vujnë Kosovar veç mas që jemi. Këto është pak problem, se kamera e më sheft, të më thëtë njerës të krejt e kanë atë frigën, mos po qëllojnë kamerë më sheft. Unë shkruave ble mish një ditë, aji ka sapi më pyti, tha qus, shkaj të punu, s'kemi pa mati. Jo, kishna pa ty, më kish shku me një me njëherë. Jo, po, qaj që s'm ke pa. Po, unë aktorët nuk i njifsha, në fakt. Muaj ka sapi më pyti, tha qkaj të po shu, s'kum pa mati, tha shem të punu kamerë më sheft në persona publik, tha, po ma bar mune i ka. Tha shti shumë publika, dhe se ty kom e ta bo. Kështu që une jam shumë i knaqën që kom njoft edhe natyra tjera të artistëve, të këngëtarve, edhe të falenderoj edhe njerë që ke gjithë kohën me ardhë në studio me neve, edhe me... Falemderit edhe për juve,
edhe me një farë forme, do me thënë, i kujtoni këto dukunit cilat për i hasim në Kosovë, janë realitet, nga njëherë në qeshet, por nga njëherë qeshet qaj, po me gjitha te, është një njësë me mirë, sepse jeta është ma e bukur, me humor, me... Pa tjetër, faleminderit edhe njerë që ke gjithë ko. Shikues të nderuar, ne do të vazhdojmë me një musafir tjetër dhe me një kamerë tjetër, cilat do të shfaqet pas pak. Pra shikues të nderuar, vazhdojmë me emisionin, nashta kishte me qenë mirë që me javë sqaru pak edhe konceptin. Në çdo emision do t'i kemi 2 kamera të fshehura me 2 musafir. Do të mundohemi që sa më pak me folë me musafirin e sa më shumë me pa kamerën e fshehur, sepse thelbi i emisionit mendoj që do të jetë kamera e fshehur. Musafiri jonë i radhës është një këngëtar i ri, cilin shumë lehtë nashta kena pas me shti në kurrë se këta këngëtar po i thirrë për darsën vimin e herë. Me neve është Vlerentin Vladi, Tini, këngëtari i grupit Prishtina. Tini, mbroma, mirëse. Mbroma, mirëse gjithë. Tin, apo kënon në përdarsma? Kënojmë. Kod në ashtirë, qështu si jo. Apo kësyrë, so kamera po të gjirojnë ajo? Nuk më ka ndodhë, deri tash me më gjiru një kamera e fshehur, po me gjitha ta në përdarsma, në përmrami, kur të shkojmë, gjithmonë jem para kamera, por atë ndjenjën e kamerës më të sheft, me mishtjenja dhe të kështu që shumë të thënë... Më ndodhë në herë me të thirë dikosh për sunetivish kur del nusja dhe kamera fshehur. Më në ndodhë, aja. E ta shtetutja ma i pregadit. Ja, s'ka lidhe, se ma që të forës të alëshan kërkosh. Që të sene, se nga rande sen tjetër, se që kjo ma u kry. Okej. Në shikues të nderuar, Tinin e kemi thirë në telefon, në ashtat dikun një muj ditë ma herët, edhe e kemi pajtu, e kemi godit një darsëm. Ka shku dhe ka pare, çdo gjë është kry normal që do të me u kry, edhe kemi caktu datën e darsmës. Në këtë gjerim, pra marrim pjesë Leka e lunë rolin e babës, Bashkimi është Dhëndri, Miloti është shoku i Dhëndrit, Nusja është Nafia dhe Dona është Kunata. Tinin, a ka mundësine? Tinin? Po. Përma? Përshëndetje, që shjeni, e një dhe. Përshëndetje, jo? Kena një shkohë problemi, a ka mundësine ati dhe të redonin, se me djalin një shka me albonin, një shka së në regull, e shala veç të zoti që muni me qëpësu se... Se shka bu? Hadi këtu në për 5 para redonit, jo hima të një bërë të djali edhe nëse do të të bërë. Të gjeni bu, ha? Po, mbra, po, është po me djalin të shka kam problem. Sot unë dëgjuhe. Se shka? Po e dijet. Shala ty e mund është me binë se shumë problem. Se shka më rësë në po? Qa që tash, bisedon me ta, se ty ta ka hatën. Ke dita? Si e? Hajde një për ashtë të fitë. Që të jam Albanë. Ata plëtsova të shiren. Ata që ka më të apru me idolin tanë. Që ka më të shiren? Faleminderit. Bisedon e ma se më tërgët. E do, qa është të ndër? I veç shumë të thonë vëllajnë. I ka më burë kësla? Dhije, ka ma në qafë edhe këtë shikënd. Unë jemi kesh prej saj, po s'di shabaj vëllajnë. Pa në shvijë dhe Kum gabu vëllajnë. Alban! Së dash në propunën dhe që do dhe i martes për më trollavë petë. Kanë zëmë që shapuna njërit. Po pa në burë lote, po burë për që ndasëm jarë. S'pegoja. S'pekam të lejtë vëllajnë. Alban, ka vëzoja të shopuna tasht. Pa dajtë bregancë. Apo më nëmë që dhe ne kam tjetë që me shumë e përnë ma? Qka e ki? Ti që e ki këtë dojë? Shok e kam, por familja jam e din që e kam shok, po në kam pak më shumë se shok. Se qka e ki? Na duhu. Aha. Na duhu, po ma në qafë për qikën, po mjenë shumë kesh për shok zodin, po së... Apo se së shtaj kur gjë? Ka 1 milion roste kësi o djallë. Së për gjithë. Ashtë. O falinderit shumë. Së është kur gjë, së është kur gjë e që... Falinderit shumë që na një mupër.
Komën si veç me lejnë veç pak zash. Me kon. Me këtë album veç pak. Apo në lem veç pak. Veç pak rim. Ma falë. Shko bo, Albandeni. Kurgjo, sa në të bojsh. Që timi të spirë. Ti shumë. Moj vallën, s'po di shumë e. Ase kim sa shpi kofe dhe të thëmë. Do të vetë në blavë në kontra. Prego, shtu. Ja, që të janë bërë mjashtë në të Që të me kalë dhe vetë në Apo në litë veç ka është punë. Pëmë të da një më më fali. Ja, prego. Ja, Prego. S'ka jo në të ashtu, së shtini mund kësi rrimot. Hajde të shpot, me mu. Prego, Këtë ka i qalë shumë në kalë. Ja, s'moj, prego, qësh. Ati për shumë sot. Këtë prego bo. S'po më e të unë e du gencën. Qysh më e? Gencën e du. Po më janë kashë i. Ku që shumë i të? Që të orina, S'kom që bërë, vëllam. E keni ti që unë s'jam konë për. S'kom që bërë. Ndodhe, po s'kom që më bërë, vëllam. Pa e më në stash. Do një më kuptu, ba, zi, vëllam. Pse su këtë tregu me herë? S'ko mojt në të tregu, shkëti po. Musa, Ten, Musa falë. Musa pyrë, të dy që i kumë tjerë Musa pyrë, që bajnë stash? s'kom që më Si do që djetë ty, da s'ko në të me vazhdu pa tjetër. Pa Po tjetër. s'është problem, nuk është problem të zgjidhë ma vuk të probleme. Ti dush pa tjetër. Jo, më rëzë, nga, Me plumje, do të me bo muzikë, do të mu kom procedura normale. amo që shveqit që është për shemë këtë dy kanë me dalë aty. Ja, këtë ty jo. E pa tjerë, për shka. Po po rënë, s'moj me fanë, ba, do shumë më kuptu, te dhe unë Alban, dhe shkot. Bërë në dona. Alban, nga dhe shkot. Janë dhe sa e këto që... po burë për të marrë vesh, vëllajnë, po... Po dhe gjëtë. Që ki mundësi me më bëllë që të mirë. A ki mundësi ti me kënu e këto, Ja, Po burë, në unë... se po aprish mu e, që Po burë, shumë më interesojnë atë punë që atë e njerëzit këto. Am besan që së më bëllë shaki, unë jam rritë me një mentalitet tjetër, unë jam rritë në Zvicër, atje është shumë normale. Atje është shumë normale, po unë këto për që ditë, unë se di, s'di shka e shumë një këto. Mos me i marrë vërë besan. Që ki mundësi vëlla me kënu, unë e krej, po s'është... Ti bare procedurën dorës më normal për burë, të lejë, zgjede këtë problemi ma vonë. o burë, po me ka më martu, në s'po du më martu me famë. Dëshmija s'ka Ti ku mos fit e më burë, këtu. zemër burë. Me kanë. Se qysh me martu në nusën edhe që po do në anët e në nësi. Unë ja këtë ma. se më si këtë tregu ti me atë. Ure që shkëtë e po Musa tjerë ishtë ashtë. Do të me më kalëzu. Jo, unë të me kalëzu. Ten, i vetë me ti që që program. peksa si a be vla me mikrofon në kalëzan. Se gjithë mu është, unë për ndryshe unë e lyta me të shumë. Mistë me i kopi. Unë A ke thirë mistë? Thyrë bu zvina, të dere e kalëzën. Me kencin e vazhdejtasme dhe shumë interesant, ne të kalët krejt. Të nësira. Një ka në shumë. Tash që e po, që shpenin vetën të këtë. S'po di që me thonë, po më duket sikur në momenti kër e kena bo, kër e keni punu, do më thonë, kamerën, tash për një vetën pak ma të relaksum se në atë momenti kër kam qenë aty. Edhe menoj që gjithë kënd me nëzonë kamera e më sheft, me gjeru në atë raste, nuk besoj që mënët me i shku mendja që o të ndodhë një gjë e tillë. Edhe pse une një aktorit ja kom po kablën këtu të monitorit në vesh, pas më ka shku mendja dhe që mund me ndodhë një gjë e tillë. Unë e di që kur të kemi thonë që është kamera më shef t'i e gëzu. Po. Qa është tërë mirë që është kamera që s'është për një me, Ja, sa që e aja gëzu. është normal se kër e poshtë që është kamera më sheft, do më thonë atë 100% që ne asoj që me nëjë shonë atë moment mu të rjekë, do më thonë, mu qenë një farë dere, që shme thonë si dere e shpresës të mirë, adi se marrë ke keq edhe pe i rastit edhe së nisha mirë. Pas problem me i bind grupin që s'ka pare me së i darsme? Kur u kry, do më thonë, kur ke hiti mrena, tani më ka kujtu e rastit që s'ka pare atë. Ka një era, me shë shkon keq e ma keq. Ajo që mu më kalon për shtypje shumë, ku je mënu me i sëqaru atyne që nuk është ku me di qka kjo puna, vëden, po
nuk dishe me aktru, u pake që është, qështë është. Jo, unë në të rast, me thonë, është njëjtë që kur më konë të pi një kafe dikon, do më thonë, e më konë i njëjtë, qaj, do më thonë, se më konë të aktru, se unë e kom menu që ashtu është, e vërteta, edhe kom di që është rasti o të ndodhë, edhe tash nuk më isha u pajtu me rastin, mi të regu atëne që na darsmën mujna me bo, po jo me juve. Qka kishë ndodhë sikur kishë insistu për me kënu darsën ku dalin këta dy ullën aty, ty të kishë dalin migji si gay singer, a vëden? E jas, besoj që kisha pranu edhe aty vetë fakti të regon që s'pranaj me dalë. Kishe pranu se ke marrë kaparin, kur ke marrë kaparin s'ke pyti qëfar gjendja në ta kështu që mëse bënd madha ato, po shqyqër që nas kena insistue, se kur e merë kaparin, thoi s'ki qare për e kry punën, qështu është? Po, është normal që kur ta merë kaparin, dhe me thonë ti, jo mënyrë ligjore që shëbojnë me kontratë, po është një lloj kontrate që ti ke me kry qatë punë. Po mirë po në kontratë, shembull, ti fort mirë ki drejtë se në ti kontratë, do me thonë e cek aty që ke me knu, po nuk cek se kujna kemi knu. Aty, do më thonë, i dorësën për bohët. Që kështë knu të ato hajde nu se hajde, dhe që ke po mi të rësën? Ja, se kësha knu, s'besej që kësha knu. Kësha knu në kësha në kongë tjetër. Okej, ten, falenderit shumë. Ne do të mundohemi të jemi të shkurtë edhe me musafir që t'i japin ma shumë hapësirë shikuze me i komentue kamerat e fshehura. Jo, falenderit edhe për juve, më falë, se të nërprejo falenderit edhe për juve që ka Kosova, ma në fond po bëhet programe tila, që shbojnë jashtë perëndim, po bojnë programe tila se ka nevoj për diçka ma ndryshe edhe besoj që ka me qenë emisioni shikushëm. Unë e di që kemi punu një ekip shumë e madha, është një ekip dikon 25-60 vetë që kemi punu dhe nështë ta prej gjerimeve shien kandët e shumë të gjerume edhe po punojmë për me boni normalisht që është fillimi edhe për neve dhe na vinë ko me mësu me profilin e ri. Problemi kryesor konë se për në të preje prapë. Problemi kryesor konë që e keni gjithë fillin se kanë e keni shtimin thirë mund telefon. Në një kolegë timin që ajë do me thonë unë e më konë ketë atë. S'kom ditë, e kom besu që është 100% e vërtet. E kjo është një ndër ato që do të thotë profilin psikologjik të personit po e ndërtojmë dhe kjo është pika ku na do të kemi sukses ma mërmena me secilin. Ten falenderit shumë që ke gjithë ko, edhe falenderit që unë menoj që se Kosova është e vogël, bërna ki edhe 3 herë ki më konë musafir që to se të lëshoj apet. Shtë që adhe mëse ki gale. Për ti s'ta zonë për mua, se di që mund është shkrivu. Falenderit shumë. Shikus të ndëruar, kjo ishte emisioni për këtë javë, kështu që ne do të shihemi shtunën e ardhshme përsëri dhe do të kemi përsëri 2 kamerat shehura me 2 personalitete publike edhe shpresoj që ju pëlqej. Falenderit, natën e mirë, mirupafshim shtunën e ardhshme.